Partia Aleanca e Maqedonasve për integrimin Europian kërkon nga qeveria që ashtu si në Malin e Zi, tarifat e kartonit jeshil të aplikohen edhe për Maqedoninë e Veriut dhe Greqinë. Vasil Steriovski, kryetari i Partisë Aleanca e Maqedonasve për integrimin Europian, tha se ky vendim do të sillte përfitime të drejtë për drejta për qytetarët shqiptar, veçanërisht për banorët e qarkut të Korçës, të cilët kanë lidhje të ngushta me Maqedoninë dhe Greqinë për arsye familjare, ekonomike dhe kulturore. Partia Aleanca e Maqedonës për integrimin Europian kërkon nga qeveria dhe autoriteti mbikëqyrjes financiare të ndërmarrin një proces të menjëhershëm konsultimi dhe koordinimi me Byron Shqiptare të Sigurimit, në mënyrë që njëjta masë për uljen e çmimit të primit për sigurimit për kartonin jeshil në 50 euro në vit të zbatohet edhe për Maqedoninë dhe Greqinë. Ky vendim do sjellë përfitime të drejtë për drejtë për qytetarët shqiptar, veçanërisht për banorët e qarkut të Korçës, të cilat kanë lidhje të ngushta me Maqedoninë dhe Greqinë për arsye familjare, ekonomike dhe kulturore. Ulja e kësaj tarife do të krijojë mundësi më të mëdha për lëvizjen e lirë, do të lehtësojë jetën e përditshme të mirë qytetarëve dhe do të ndihmojë në thëllimin e bashkëpunimit rajonal ndërmjet Shqipërisë, Maqedonisë dhe Greqisë. Partia Aleanca e Maqedonasve për integrimin Europian do të ndjek nga afër këtë proces dhe do të vazhdojë të mbështesë çdo iniciativë që synon përmirësimin e kushteve të jetesës dhe lëvizjes së lirë të qytetarëve shqiptar. U bëjmë thirrje institucioneve përgjegjëse që të veprojnë me shpejtësi për të garantuar një trajtim të barabartë për qytetarët tanë që udhëtojnë drejt Maqedonisë dhe Greqisë dhe duke reduktuar një barë të madhe ekonomike mbi qytetarët dhe bizneset që operojnë në rajon.